Mos u ankoni për borxhet nëse do të vazhdoni të shpenzoni parat. Sa nga ju janë dakord, ç'kuptim ka të ankoheni për diçka kur s'keni ndërmend të bëni asgjë? A e dini se sa nga problemet tona do të ndreshnin sikur të mos e bënin këtë? Bibla thotë se ne duhet të sillnim një ofrim apo një sakrifis lavdërimi. Kështu, lavdërimi shihet nga Perëndia si një ofrim. Ne ofrojmë lavdërimin ton, dhe lavdërimi është si një histori në formë tregimi. Është një histori për diçka të mirë që Perëndia ka bërë për ne. Kështu, kur ne mlidhemi bashk, po sikur të flasim për gjërat e mira që Perëndia po bën, në vend që vetëm të ankohemi. Sa nga ju ndihen të ngopur deri në gryk, duke dëgjuar botën të ankohet për çdo gjë, për çdo gjë, për çdo gjë. Vërtet, këto dëgjojmë dhe unë vet jam në pikën ku s'mund të duroj dot kur dëgjoj vetëm ankesa. Ai që ofron flijime, Psalmi 50:23 thot, ai që ofron flijime lëvdimi më përlëvdon, dhe ati që sillet drejt do t'i tregoj shpëtimin e Perëndisë. Me anë të tij, pra le t'i ofrojmë vazhdimisht Perëndisë një flijim lavdie. A kemi njerëz vërtet falenderues sot në këtë sallë? E shihni, ju thash që që nevojitet ky mesazh është për dikë tjetër. Sa nga ju mendojnë se është e lehtë të ankohesh? Mirë. Sa nga ju mendojnë se dëgjimi i këtij mesazhi do t'i ndihmojë të mos ankohen aq shumë, të paktën për 1 apo 2 ditë? Perëndia im, ne duhet të jemi falenderues. Po them, nuk do të shkoni në ferr. Mendoni për këtë. Do të jetoni në përjetësi. Wow, dhe në praninë e Perëndisë. Sa e makniqme është kjo. Në rregull, ankesat janë mëkat, numrat 21, vargjet 4 deri në 7. Izraelitët. E dini, duket si një marrëzi të thuar se dikujt ju deshën 40 vite për një udhëtim 11 ditor, apo jo? Por pyes veten se sa nga ne janë duke u endur rreth të njëjtit mal për vite e vite në vend që të ecin përpara e të përballen me gjërat. Amen. Sa i natë që shtoj kaq shumë në peshë. E ka metabolizmin të ngadalt. Sa do doja t'isha si ata njerëzit e dobët që mund të hanë çdo gjë e nuk shtojnë në peshë. E po, nuk jeni. Kështu përballuri me këtë. Amen. E dini, ne thjesht duhet të... E dini, thjesht nuk ka kuptim që unë të ankohem e të them, e po duhet të udhëtoj gjithë kohën në shërbes dhe jam shumë e lodhur duke paketuar e shpaketuar, e duke ndenjur në hotele, nëse dua ta bëj këtë. Forca, le të mos ankohemi për gjërat që zgjedhim të bëjmë, sepse çfarëdo që ne zgjedhim të bëjmë, do të ketë një pjesë të bukur në të dhe do të ketë edhe një pjesë që nuk do të na pëlqejë. Çdo gjë që vjen ka privilegje dhe përfitime, por ka edhe sprova dhe turbullira. Amen. Nëse mendoni se është e vështirë të jesh beqar, prisni sa të martoheni. Amen. Nëse jeni beqare, nuk ju duhet të pyesni dikë tjetër për të ndaluar e për të marrë diçka për të ngrënë. Ju mund të shkoni ku të doni vetë dhe mund të bëni çfarë të doni vetë. Tani, më pëlqen martesa, por thjesht po them se, e dini, mund të ankoheni nga që jeni beqare, por mund t'ju them se kur të martoheni do të ankoheni edhe për martesën. Amen. Oh, wow. Ky është mesazhi i tretë në më pak, nuk e di që kur fillova këtë konferencë, por tani më duket sikur mund të them çdo gjë që dua vetë të them.
Kam edhe 13 minuta për të predikuar e mund të them ç'të dua. Nuk do të vi më këtu një 6 muaj e do të më keni falur deri atëherë. Gjithçka do të shkojë mirë. Lutuni për mua që të mos ankohem më, në rregull? Thjesht lutuni për mua dhe unë do të lutem për ju, që ne thjesht të mos ankohemi më dhe të mos mërmërisim. E dini, këto janë ankesa. E dinit këtë bëjmë. Jeta është shumë e vështirë. Po them, seriozisht e keni, kondicioneri im ishte prishur kur ne u kthyem nga një udhëtim kohët e fundit. Kondicioneri në dhomën e gjumit. Tani s'dua të përmend që kam dhe 2 dhoma gjumi që askush si përdore mund të fle aty. Shtrati nuk ishte aq i mirë sa shtrati im dhe unë s'do të isha shumë rehat. Pastaj Devi dhe unë kaluam pak kohë duke folur për fëmirin ton, kur nuk ishim as ventilator. Forca, mund të krijoni humor të mirë me fjalët tuaja, mund të krijoni dhe humor të keq. Numrat 21. 4. U nisën nga mali i Horit dhe u drejtuan nga deti i Kuq për t'i ardhur qark vendit e Edomit dhe populli u dëshpërua për shkak të rrugës. Populli pra foli kundër Perëndis dhe kundër Mojsiu duke thënë, pse na nxorët nga Egjipti që të vdesim në këtë shkretë të tjerë, sepse këtu nuk ka as bukë, as ujë, na vjen e veri për këtë ushqim të keq, për këtë mantën e veritshme. Atëherë Zoti dërgoi midis popullit gjarprim flakërues, që kafshonin njerëzit, dhe shumë izraelit vdiqën, rreth 23.000. Pastaj morën një zbulesë. Imagjinoni këtë, dhe populli shkoi te Mojsiu dhe i tha, kemi mëkatuar. Ne mund ta kuptojmë këtë para se të kalojmë në një fatkeqësi dhe e dini jetoni në një shtëpi plot falënderime dhe mirënjohje. Forca, vlerësojini ato që keni, vlerësoni njerëzit në jetën tuaj, mos shihni thjesht vetëm të metat që ata kanë, vlerësoni gjërat që ju pëlqejnë. Unë si kur u ankova pak sot në mëngjes, e urrejta them këtë me që jam duke predikuar për ankesat. David i pëlqen të më rregulloj flokët. Jo të gjithë, por e dini. Por unë kam një cullufe këtu mbrapa dhe flokut i pëlqen të shkojnë në çdo drejtim. Kështu është punë e vështirë, dini, që ta rregulloj mirë e të mos duket sikur është ndarja e detit të Kuq pas kokës time. Dhe kështu Devi thot prit të kontrolloj flokët. Mirë, ai është njeri i duruar, kurse unë jam pak më e nxituar, dua ta mbaroj sa më parë një gjë. Dhe kështu ai mori një krër të vogël, një krër fare të vogël dhe kret çdo fije floku. E çon në drejtimin e duhur. Dhe pastaj sigurisht që unë filloj të nervozohem dhe i them, është mirë, mjafton me kaq. Ai thot, mos lëviz. Pastaj unë i them, floku ytri përpjet mbrapa kokës? Tani nuk jemi të gjithë kështu, nëse s'na pëlqen diçka menjëherë i kthehemi personi tjetër. E po as floku yt s'është i përsosur, pse duhet të rikët tuaj të pres të më rregullosh flokët. Tani po flasim për gjërat personale dhe të gjithë i kalojmë këto. Zoti dërgoi midis popullit gjarpërim flakërues. Që kafshonin njerëzit dhe populli tha, ne kemi mëkatuar. Imagjinojeni këtë. Lutju Zotit që të largoj këta gjarprinj dhe Mojsiu u lut për popullin. Tani, kjo histori tek Numrat 21 përsëritet tek e para e Korintasve. Dhe në fakt thuhet tek e para e Korintasve se këto gjëra janë të regjistruara, Pali tha, këto gjëra u ndodhen atyre si shembull dhe janë shkruar për paralajmërimin ton.
Forca. Thuhet që të mos e tundojmë Zotin për të provuar durimin e tij. Dhe le ta përfundojmë këtë me disa pyetje. A jeni të kënaqur shumicën e kohës? E dini, me sa duket njerëzit këtu janë të gatshëm të thonë po, sepse unë nuk dëgjova asnjë jo. Por jam e sigurt që ka edhe jo. Pali tha, kam mësuar të jem i kënaqur. Nuk tha se ishte kështu në fillim, por se ka mësuar. Dhe e dini cila është një nga mënyrat për ta mësuar këtë, është absolutisht e padobishme të ankohemi. Ne marrim përgjigje nga Zoti duke u lutur, jo duke u ankuar. Dhe kur ne lutemi, pastaj ankohemi, dhe e bëjmë këtë, e dini, kur bëjmë lutjen tonë të mëngjesit, themi Perëndi më ndihmo me këtë, më ndihmo me atë, shkojmë për drek me motrën Brown dhe fillojmë të ankohemi për çdo gjë për të cilën jemi lutur në mëngjes. A jeni njerëz të vështirë? E po të paktën dikush qeshi. E dini, punonjësit e mi të preferuar janë ata që unë i quaj jo të vështirë. Ata vinë në punë dhe vinë në orar. Bëjnë punën e tyre, shkojnë për drek, kthehen përsëri në kohë. Bëjnë punën e tyre, ndjekin udhëzimet, shkojnë në shtëpi, kthehen ditën tjetër dhe e bëjnë përsëri. Më pëlqejnë njerëzit që nuk ka përse të kenë gjithmonë diçka tjetër për të qenë të lumtur. A mund të lavdëroni Perëndin? S'do t'ju pëlqej kjo, por do ta lexoj gjithsesi. Luka 3:14, edhe ushtarët e pyetën duke thënë: Dhe ne ç'duhet të bëjmë? Dhe ai u tha atyre, mos i bëni shantazh asnjeriu, mos i bëni akuza të re me kurkujt dhe jini të kënaqur me pagën tuaj. Mendoj se është i njëjti person që qeshi më parë. Një njeri nga mira që janë këtu mendon se kam humor. Tani, Jakobi 5:9 thot, mos u ankoni nga njëri tjetri. A e ndjeu njeri këtë au? Mos u ankoni nga njëri tjetri, vëllezër, që kështu të mos dënoheni. Mos u ankoni, kjo është thjesht nga unë, një dhuratë nga unë për ju. Mos u ankoni për diçka për të cilën s'jeni të gatshëm të bëni asgjë. Për shembull, planin ditor. Perëndia më tha një herë, ti e ke bërë planin, po s'të pëlqeu ndryshoje. Nëse mendoni se jeni të zënë, filloni t'u thoni jo disa gjërave. Mos u ankoni se sa të lodhur jeni, nëse nuk do ta riorganizoni jetën e të pushoni më shumë. Do t'ju kthej shpinën kur ta them këtë. Ka më pak njerëz këtu që të zemërohen me mua. Mos u ankoni që jeni mbi peshë nëse do të vazhdoni të hani shumë. Edhe 4 minuta dhe do t'iki. Mos u ankoni për borxhet nëse do të vazhdoni të shpenzoni paratë. Sa nga ju janë dakord, ç'kuptim ka të ankoheni për diçka kur s'keni ndërmend të bëni asgjë? A e dini se sa nga problemet tona do të ndreshnin sikur të mos e bënim këtë? Në rregull, edhe një shkrim dhe do t'ju jap një puthje. Mos u ankoni pa një vizion për ta rregulluar. Habakuku shkoi tek Zoti me një ankesë. Dhe Perëndia i tha, shkruaje vegimin tënd dhe gdhende mbi rasa që të mund të lexohet shpejt. Më pëlqen dhe do ta lexoj këtë. Habakuku 2:1 dhe 2.
Unë do të ri në vendrojen time, do të zë vend mbi kull dhe do t'i hap syt për të parë atë që do të më thot dhe çfarë do të duhet t'i përgjigjem lidhur me ankesën e bërë. Pastaj Zoti më përgjigj dhe tha, shkruaje vegimin tënd dhe gdhende mbi rasa që kështu të mund të lexohet shpejt. Nëse keni një ankesë, hapni syt për të parë si mund ta rregulloni atë. Nëse s'keni kohë për të bërë asgjë dhe thjesht vraponi se andej këtej të acaruar, hapni syt, të shihni, uluni dhe shihni ç'po bëni dhe çfarë po bëni me kohën tuaj dhe shihni se ç'është ajo që po bëni e që s'po ju sjell asnjë frut, ose në sa gjëra jeni përfshirë që Perëndia s'ju ka thënë të përfshiheni, por ju po i bëni plotësisht për arsyet e gabuara, thjesht se s'doni të zemroni dikë apo thjesht po i bëni. Ju as që e dini pse po i bëni, ose ka qenë diçka që duhet ta bëni dikur, por Perëndia ka mbaruar me të vite më parë, por vazhdoni ta bëni. Ka një rregull, nëse kali ka ngordhur prej 10 vitesh, është koha të zbrisni. Mos vazhdoni të bëni të njëjtën gjë përsëri, nëse ajo s'po funksionon. Hapni syt. Nëse jeni në borxhe dhe kjo po ju tensionon shumë, mendoni se si mund t'i shlyeni faturat. Shihni se çfarë nuk ju duhet patjetër për një periudhë kohe që kështu të keni disa para më shumë për faturat e bankës. Mos rini në borxhe dhe të ankoheni gjatë gjithë kohës. Amen. Mos keni ndonjë ankesë nëse s'keni një vizion për ta rregulluar atë. Perëndia do që të jemi të lumtur. Nehemia kishte ankesa për një mur që ishte shembur, kështu hapi syt dhe bëri plan që ta rregullonte. Martin Luther King kishte ankesa për racizmin dhe pate një vizion që t'i jepte fund. Forca! Dhe së fundi dua t'ju kujtoj përsëri se nëse do të ankoheni për diçka, më mirë mos u lutni fare për të. Do t'ju tregoj shumë shpejt një histori. Një grup pastorësh që unë njoh shkuan të peshkonin me një bark në oqean. Do të peshkonin natën në oqean në Kaliforni. Ata goditën një shkëmb dhe patën një aksident shumë të rëndë. Dhe të gjitha ata patën dëmtime. Disa ishin vërtet shumë rëndë dhe arritën të lajmëronin rojet bregdetare. Dhe kur rojet më rritën në vendngjarje, mendoj se është një nga rregullat detare. Ata thanë, kemi leje për në kuvert, zotri? Dhe kjo është interesante. Ata ishin atje të gjakosur e të plagosur rënd. Dhe jeta e tyre ishte në rrezik. Ata dëshpërimisht donin ndihmë, ashtu si dhe njerëzit që janë pa Krishtin. Të dëshpëruar u duhej çdo lloj ndihme. Kishin hemorragji të brendshme, kishin zemra të thyera dhe prapse prap, Jezusi nuk do të jepte në kuvert pa marrë leje më parë. Unë mendoj se sot Jezusi po u thot disa njerëzve, a më lejon të vi në kuvert, zotri? A më lejon të vi në kuvert, zonë? Dhe e dini çfarë, është shumë e thjeshtë. Perëndia ju do. Pavarësisht se sa të këqij keni qenë, Perëndia ju do. Dhe nuk ka pus aq të thellë sa ai të mos ju kapë, të mos ju nxjerr prej tij. Dhe ai do të bëjë diçka të mrekullueshme në jetën tuaj, nuk është shumë vonë për ju. Dhe nuk ka mëkat aq të madh sa që ai të mos e fal. Por ju duhet të jeni të gatshëm të bëni një gjë, dhe kjo është të thoni se ju besoni që Jezusi është biri i Perëndisë, se besoni se ai me të vërtet e mori mëkatin tuaj mbi vete, se ai vdiq për ju në vendin tuaj. Mëkatet tuaja janë falur nëse pranoni atë, dhe nëse merrni vendimin se do të ishni dorë nga mëkatet. Pendes do të thotë që thjesht ju vi keq për mëkatet tuaja, por do të thotë se doni të ishni dorë nga mëkati e të ecni me Perëndinë e të bëni një jetë krejtësisht të re. Amen. Tani, unë do të jem shumë e sinqert me ju. Të jesh i krishter është shumë më mirë se të jesh mëkatar, por nuk është thjesht e lehtë. E dini, nëse do të ishni dorë nga mëkati dhe do të mësoni se si të jetoni mirë, do t'ju duhet
të studioni fjalën. Ndoshta edhe të zini disa miq të rinj, duhet të hyni në një atmosferë të mirë kishe ku të mund të jeni me njerëz të tjerë që kujdesen për ju. Asnjë nga këto nuk ka lidhje me shpëtimin, jeni shpëtuar sepse besoni. Por nëse doni të rriteni dhe të shijoni jetën që Jezusi vdiq t'ju jap, atëherë do të ketë edhe disa gjëra që duhet ta lejoni Perëndin t'i ndryshojë në ju. Por thelbi është se ai është i duruar. Ai kur s'bën diçka për të cilën s'jeni gati. Pra po them se nëse do të bëni lutjen e shpëtimit sot, nëse do t'ia dorëzoni jetën Krishtit, atëherë po e hidhni një hap drejt një udhëtimi shumë të gjatë. Dhe unë dua të jeni gati për këtë dhe të gatshëm për këtë. S'ka të bëjë veç me atë që e quajmë lutja e mëkatarit e pastaj të jetoni në të njëjtën mënyrë. Ka të bëjë me gatishmërinë për një ndryshim jetësor. Kush nga ju sot do ta lejoj Jezusin të jetë Zoti i jetës së tij? A doni ta pranoni si shpëtimtarin tuaj? Forca, ngrini duart. Doni ta pranoni atë si shpëtimtarin tuaj? Ndoshta ju thoni, Joyce, Perëndi, e di, unë as jam i sigurt se jam shpëtuar. Ka shumë njerëz që janë thjesht fetar. Ata thjesht shkojnë në kishë dhe bëjnë këtë gjë si një rutinë. Dhe dini, ata mbështeten tek ato gjëra, e po, unë shkoj në kishë, e po, vërtet. Mund të rini në garazh gjithë ditën, por kjo nuk ju bën makinë. Fakti që uleni në kishë nuk do të thotë se jeni të krishterë. Amen. Po them, krishtërim është të hapni jetën tuaj e të thoni, unë jam mëkatar, unë jam rëmuj, kam nevojë për ty. Eja dhe jeto brenda meje. Mere jetën time dhe më bëj si çdo ti. Nëse e doni këtë dhe doni që unë të lutem me ju, do t'ju kërkoj të më bëni një nder dhe të ngriheni më këmbë aty ku jeni. Nuk do t'ju them të dilni përpara, por forca, nëse e doni këtë, ngrihuni më këmbë. Amen, amen. Në rregull, forca, kudo ku jeni ulur. Edhe lart te balkonet, po, të gjithë, kudo ku jeni. Në vendin ku jeni tani, forca, le të kemi një rizgjim sot dhe ta zemërojmë djallin vërtet. Amen. Forca, në rregull, tani dëgjoni. Ne të gjithë do ta bëjmë këtë lutje me ju. Dhe s'ja kërkova këtë për t'ju turpëruar, por nëse nuk bëni një hap këtu, nuk ka shanse të dilni e të bëni një hap në botë. Kështu, më pëlqen të them njerëzve të ngrihen sepse kjo më konfirmon se ata po thonë, unë e kam seriozisht. Kështu, le të lutemi, atë Perëndi unë të dua. Jezus, unë besoj në ty. Unë besoj se ti vdiqe për mua. Më vjen keq për mëkatet e mia. Unë pendohem. Unë heq dorë nga mëkatet. Dhe kthehem drejt teje. Unë besoj. Unë të pranoj ty tani, Jezus. Si shpëtimtarin tim. Si Zotin tim. Si mikun tim. E dorëzoj veten time tek ti. Më prano kështu siç jam. Dhe tani më bëj ashtu siç ti do të jem. Faleminderit. Tani unë besoj se jam shpëtuar. Mëkatet e mi janë falur. Jam në rrugë drejt qiellit dhe do ta shijoj këtë udhëtim. Le të lavdërojmë Perëndin për gjitha shpirtrat e rinj sot. Amen. Mirë, ankesat mund t'i bëjnë lutjet tona jo efektive. Në vend që të ankohemi, duhet të jemi falenderues për gjërat e mira që Perëndia na ka dhënë në jetën tonë.